partia. Një kryetar partie, autokrat, dhe një kryetar partie që merr para nga bizneset klienteliste, kur bëhet kryeministër bëhet super autokrat dhe super i korruptuar, sepse atje ka pushtet dhe atje pastaj nuk ka asnjë lloj kufizimi. Dhe kjo është teza ime. Partitë e reja që ne ti votojmë, jo sepse janë të reja, se sapo janë krijuar apo janë figura që kanë qenë, duhet të demonstrojnë një model tjetër të bërjes politikës. Pra mënyra si ato organizohen. Të kesh 20-30 njerëz të rinj dhe mos kenë një vendimarrje kolektive, ti dominoj një person i vetëm, të kesh 20 persona 30 të rinj që bën një parti të re dhe të ketë vetëm një figurë, kudo prit të imitojnë të modelin e vjetër vetëm duke ankuar pa sjell diçka të re për të ardhmen, pa folur problemet e thella ka Shqipëria, pa folur për pushtetin, pa folur për oligopolet, për monopolet, për kuptim të thellë. Jo pra jo, po tani, po flas ide pas po flas për ty. Ide? Po pra, mund të flas për ide. Vetëm një sekond, mbarojt, lutem se s'kam dhe 2 minuta kohë dhe dhe unë po kërkoj këtë gjë. Po kërkoj. Jam gati të mbështesë, po